Partia Demokratike ka bërë thirrje qeverisë dhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që të ndërhyrë menjëherë për të garantuar të drejtën e votës për 466.000 qytetarë rezidentë në Shqipëri, të cilët aktualisht kanë dokumente identiteti të skaduara. Në një deklaratë për mediat, përfaqësuesi i Partisë Demokratike Oerd Bylykbashi kërkoi që të nxirret një akt normativ për të zgjatur vlefshmërinë e këtyre dokumenteve vetëm për datën e zgjedhjeve në 11 maj. I kërkojmë qeverisë që pavonesë të nxjerrë akti normativ dhe të zgjasë vlefshmërinë e dokumenteve të identitetit vetëm për arsye zgjedhore që këta shtetas më 11 maj të kenë mundësi të votojnë. I kërkojmë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve si organi suprem në mbarvajtjen e zgjedhjeve që ta kërkojë këtë me forcë në pranë qeverisë në mënyrë që këta shtetas kenë mundësinë që të votojnë. Gjithashtu të rreqim vëmendjen e mekanizmave ndërkombëtar për vëzhgimin e zgjedhjeve, siç është OSBE-ODIRI, OSBE-ja, Këshilli i Evropës dhe çdo institucion tjetër ndërkombëtar që ta vënë në dukje këtë shkelje të drejtave shqiptarëve. Kjo zgjidhje bëhet tani, menjëherë në mënyrë që më 11 maj të gjithë shtetet shqiptarë të kenë drejtën të shprehen për ndryshimin, për të ndryshuar këtë regjim autokratik. Sipas tij, e njëjta masë u mor me 5 shkurt për rreth 500.000 emigrantë shqiptarë që do të votojnë nga jashtë vendit, ndaj mosbatimi i këtij standardi edhe për qytetarët brenda vendit përbën diskriminim. Qeveria shqiptare zgjati vlefshmërinë vetëm për zgjedhësit që jetojnë jashtë Shqipërisë, duke diskriminuar ata që janë në Shqipëri. Ky diskriminim është antikushtetues dhe rrezikon të drejtën e votës të këtyre 466.000 shtetësve që banojnë në Shqipëri dhe 11 maj duan të votojnë të shprehin të drejtën e tyre kushtetuese. Ka kërkuar gjithashtu ndërhyrjen e institucioneve ndërkombëtare si OSBE-ODIRI dhe Këshilli i Evropës, duke i ftuar që të evidentojnë publikisht këtë që ai e cilëson si cënim të drejtave kushtetuese të qytetarëve shqiptar.